Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun jalla wa ala falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Laudatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë sonte me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu me surën Adh-Dhariyat. Kemi thënë se kemi filluar komentin e gjuzit të 27, dhe gjuzit 27, një pjesë të tij e merr nga surja Adh-Dhariyat. Por që mos me ndo surën gjysë, kemi filluar me komentu komplet surën Adh-Dhariyat. Kemi thënë se surja Adh-Dhariyat është sura e Mekës dhe trajton tema që kanë të bëjnë me koncepte bazike, me themelin mbi të cilin ndërtohet një besimtar. Allahu xhallahu ala këtë sure ka filluar me betim, dhe kemi përmendur se për çfarë betime bëhet fjalë dhe për çka Allahu betohet. Nga specifikat e kësaj sure është se mbrana kësaj sure kemi 3 betime. Allahu betohet në fillim, pastaj më njëherë pas betimit të parë është betimi i dytë, dhe pastaj vazhdon me betimin e tretë. Dhe secili betim i ka specifikat e veta që ndëlidhet me atë për çka Allahu xhallahu ala betohet. Kemi thënë se nga çështjet e rëndësishme që i trajton kjo sure është se Allahu xhallahu ala u asëron njerëzve qëllimin e krijimit dhe u dëshmon me argumente të pamohueshme se Allahu është krijuesi nga njëra anë dhe e dyta se Allahu nuk krijon asgjë kot dhe pa qëllim. Në anën tjetër, Allahu përmend edhe disa pengesa që njerëzit zakonisht marrin thunë to në rrugtimin ka Allahu te barekuhu teala, nga se nuk dinë se ku do të me vendos këtë çështje. Ndë Allahu asëron se risku nuk është pengesa adhurimit. Nuk duhet me qenë angazhimi i njeriut komplet kërkimi i riskut. Risku është mjet e vjen nga Allahu te barekuhu teala. Prandaj Allahu xhallahu asëron se qëllimi i krijimit është adhurimi. Tjera çka i duhet njeriu, Allahu te barekuhu teala ka marrë përsipër që të kujdeset për to. Pasi Allahu ka përmend argumente që flasin për vërtetësinë e shpalljes, vërtetësinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe se kuptimet dhe udhëzimet që me to ka pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk janë në kundërshtim njëri me tjetrin, nuk ka kundërthënie, janë unike dhe secila i shërben tjetrës. Dhe kemi thënë se kjo është nga veçoritë e të vërtetës. E vërteta si tërësi dëshmohet përmes njësive të saj, ku secila njësi i shërben tjetrës për ta manifestuar në fund peizazhin e bukur të një të vërtete. Ndërsa e kota nuk është kështu. E kota në tërësinë e saj ka njësi të shumta, ku secila njësi e rënon apo e kundërshton tjetrën. Prandaj edhe Kurajshët e Mekës nuk kishin të një fjale, nuk kishin argumente të cilat dëshmonin kundërshtimin ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam. Prandaj përdonin shpeshherë edhe akuza që ishin me vetin shpërputhje. Nuk mund të jetë edhe magjistar, nuk mund të jetë edhe poet edhe i çmendur. Është kombinimi i papranueshëm. Nga se njeriu që është poet është nivel kogja të avancuar intelektual, po edhe si bazi që din të bën mashtrime dhe manipulime, nuk mund të jetë i çmendur. Nëse i çmendur këtë diçka tjetër. E pastaj i kanë thonë fillim i vërteti, pastaj të gënjeshtari. Shpërputhje, nuk përputheshin absolutisht fjalët e tyre. Dhe kjo është tradita e çdo kujt dhe gjithë atyre që janë shmangur nga shpallja e Allahut te barekuhu teala. Do sot thonë diçka e mirë, nesër thonë është e keqe. Sot thonë bën kjo, nesër nuk bën kjo punë. Ndërsa shikoni konsistencën e shariatit. Si është, domthon, një, ajo që ka qenë haram në kohë të pejgamberit alayhis salam, edhe sot bëhet haram. Edhe është e pa kontestueshme se është haram, se është e dëmshme dhe e kundërta. Argumente besime që kanë vlenë në atë kohë edhe sot vlenë.
Sot mundemi që me I përpunu pak, me I riformulu, por baza dhe esenca e argumentim mbetet e njëjta, për shkak se e vërteta nuk ndryshon. Mbetet e pandryshueshme. Dhe kemi përmendur se Allahu xhallahu ala pas gjithë prezantimit të argumenteve, thot qutil al kharrasun. Kharrasun, kemi thënë, janë ata të cilët i qasen gjërave me hammendsi, pa argumente, me kalkulime personale. Do me thonë, ata kur duhet me e pranojnë të vërtet, nuk I ndjekin parimet e të vërtetës, por I ndjekin interesat personale. Mas pari kalkulojnë, nëse e pranoj këtë vërtet, çka ndodh me pasurinë time, çka ndodh me pozitën time, nëse kjo rrezikohet, ai pastaj e realizon të vërtetën. Don ka hamendje për shkak të interesit personal me e pranoj të vërtetë apo jo. Dhe kjo është padyshim dëm I madh që njëri I shkakton vetvetes po të tjerëve, kur këtë e bën standard të pranimit të një të vërtetë. Dhe edhe sot e kemi këtë ndërrudhëzër, ku historitë e kësaj dunjaje, forca e jashtme materiale dhe fizike, është njësi matëse për të vërtetën. Këta janë mirë sa përshë ku kanë shku, këta e kanë mirë sa përshë që ka kanë. Së është këtë regu se e vërteta në atë çështje e besimit ndërlidhet me zhvillimet e caktuara materiale. Dhe Allah në mëson që si duhet na me ndërtu veten tonë në aspektin e orientimit të jetës ka qëllimi I caktuar, si duhet na me ndërtu mentalitetin tonë, si besimtar, çysh na menojmë, çysh na pranojmë një çështje, a është e vërtetë apo jo, me çfarë standarde, dhe shembull praktik të njerëzve të cilët realisht ja kanë huqur në këtë drejtim shumë. Pastaj Allahu xhallahu përmend një çështje shumë e rëndësishme, në pamundësi që ta mbrojnë qëndrimin me argumente, tash çështja e kthejnë në tallje, bojnë hajgare, duke menduar se tallja është ajo që realisht u mundson dominim në diskutim. Edhe ka njerëz që ashtu që bojnë. Nuk ka mundësi me për argumente, fillojnë me u tall, fillojnë me sjell pak edhe ndoshta barcoleta, humor, mesele të caktuara që s'kan të bëjnë fare me diskutime dhe me debatin. E pastaj Allah ju përgjigjet normalisht me e përsinë e shpalljes. Ata thonë, yes'aluna ayyana yawmuddin. Ata pyesin kur është dita e gjykimit, që po fleti kur ka marrë kuptim të talljes apo. E Allah ju përgjigjet, yawma hum 'ala an-nar yuftanun. A dit kur do të digjen në zjarr, keni më kuptuar se ka në vërtetë. Unë tashmë argumentimi bëhet përmes dënimit direkt, jo diskutimit. Se për këtë diskutimit mori fund, argumentet u shpalosën, u treguan, prapë po e kthejnë tallje, mbetet që tash pjesa e dytë e diskutimit të përmbyllet në ditën e gjykimit. Atje keni më pasë do të thotë a është e vërtetë apo s'ka qenë e vërtetë e kështu me radhë. Dhe Allah I thotë, dhuku fitnatakum. Shijoni tash direkt, shijoni për jetën tallën e juaj, mohimin e juaj, dhe kjo është ajo që e keni nxituar, që keni thonë kur, hajde, sjellë mo. Kjo është ajo që e keni nxituar. Allah na ruaj. Prandaj këtu Allahu përmend disa kategori të caktuara të njerëzve, të cilët e mohojnë të vërtetën, madje I privojnë të tjerët nga pranimi I të vërtetës, manipulojnë përmes mjeteve që I kanë për shkak të interesave personale. Veç, kush më tepër? Dhe është për keqardhje kur dikush për shkakun të gjithë këtë mirësi, gjithë këtë begati të shpalljes, të Kur'anit, dërgimit pejgamberit, mundësisë për një jetë me të vërtetë të dinjitetshme, të mirë në dunjë, po mbi gjitha shpëtim të gjykimit. Krejt këto I humb për një epsh të caktuar të përkohshëm që edhe ai sjell gazep në dunjë. Tash apo e shihni, domethënë, robënia ndaj epshit ku sjell njëri atë. Prandaj jam për keqardhje, në të dhimbt gjendje e një njeri të kapluar nga epshi I cili gjitha këto argumente, këtë kujdes hyjnor ndaj tij e përbuz, e shpërfill, madje e shkelmën për shkak se sipas kalkulimeve të tij po del ka që nuk ka hesab. Nuk ja vlen me besu, sipas tij, nuk ja vlen. Llogaria e tij nuk ja vlen. Pra në çfarë matematike ka ky kur domethënë
sipas kalkulimet e tij, nuk ja vlen me pasu udhëzimin e Allahut xhallahu ala. Nuk ja vlen me besu në premtimet e Allahut te bareku teala. Nuk ja vlen me lënë një kënaqësi sipas tij të kësaj dunjaje të përkohshme për diçka të pritshme. Nuk ja vlen. Kjo është kalkulim tamam iblisor. Shejtani kështu ka kalkuluar këto. Prandaj kjo është shkolla e shejtanit. Fatkeqësisht apo. E një me pas kujdes të vëllezër se në çfarë shkolle po mëson. Në çfarë shkolle po mëson? Se shkolla lën gjurmë në mënyrë të menduarit, në koncepte, në organizimin e jetës, në qëllime, shumë rëndësi. Për këtë arsye, edhe këto ligjërata, këto mësime, realisht janë një shkollë që na mësojnë se çish duhet na me organizu jetën tonë, mentalitetin tonë, me ndërtu mbi çka, çish na menojmë si musliman, na këtu mësojmë kalkulimet e dhura që i bëjmë jetë në kësaj bote. Me këto mësime ne kalkulojmë pastaj. Na këtu mësojmë edhe matematikë, mësojmë edhe fizikë edhe biologjikë, këtë të mësojmë. Jo në kuptim të shkencave si janë të ndara të njëra, por kuptim të funksionimit të tyre në jetë. Çka duhet me kon ekspert i matematikës ku nuk din me mat, a ja vlen me besu ajo? Çka duhet valla? Kur ni, domthonë ni parim thjesht matematikor nuk di me zgjidh. Çka duhet valla? Ë? Çka duhet me ditë me lezu shumë libra, apo që ku ai lexim realisht nuk të ka pru të njohë argumenteve. Një lexim i cili realisht të ka shmang nga leximi i dur. Çka duhet valla? Andaj të është begati e madhe kur Allahu të mëson me mat, të mëson me numru, të mëson me llogarit, të mëson. Po që kjo është çashtu të zotër. Edhe ka hesab apo. Se gjithë ju keni bërë llogaritë juaja apo kalkulimet e juaja. Edhe përkundër ndoshta shqetësimeve të caktuara, sprovave të caktuara që mund të jetë besimi, kalkulimet të thonë që ja vlen. Madje për kaq, edhe më shumë se kaq. Ja vlen ato. Ja vlen. Për shkak se qysh do që tjetë e përkohshmeja, kalon. E rëndësishme është që do tjetë e përhershmeja. Kjo është më rëndësia pëtën. Kjo është rëndësishme. Prandaj të ndruvëzër, matematika tona dhe gjitha leximet tona te i kalon dimensionin material. Ato lidh më herët. Na kalkulojmë më herët. Në momentin kur në kalkulimet tona hyn dunjaja e prish ekuacionin. E prish rezultatin më herë e prish. Se kalkulimet e dunjas janë për diçka tjetër. Janë për diçka tjetër. Ama në momentin kur njeriu kalkulon me dunja për një të vërtet a me pranu, për një vepër a me vepru, për një reagim, për një bindje, kalkulon me dunja, gjithë ka me hupopta. Kalkulimi është në ahiret. Për shta pejgamberi son të vëllezër, çysh i kam thënë sahabët me kalkulu kur ai ka ftu? Në ahiret. A ju ka premtuar diçka në dunja? Kur gjë? Në dunja sen që ka premtuar. Nëse ndodh. Po ndodh mos më ndodh. Kimë donë në dunjaja edhe s'kemë pas kur gjë. Aja që unë të premtoj me garancë që duhesh në basë me kalkulu a me pasu ajo dhe aja vlen me pagu çmimin e pasimit është ahireti. Kaq. Prandaj të ndërrozë Kurani flet shumë për xhenet, flet shumë për ahiret. Të gjithmonë ta mbajmë diskursin e duhur tek kalkulimeve tona, që dunjaja e përditshme mos benzin nga këto kalkulime. Gjithmonë ti në dunja bën hesab, rrogën e llogarit, a kam shpenzime, borxhet, këto i llogarit. Mi po nëse në baza ditore nuk je në kontakt me fjalët e Allahu xhallahu që gjithmonë ta kujton për kalkulimet e tjera, ti dal ngadal ki me ndryshu kalkulatorin. Dal ngadal, tani fillon edhe çysh ke mat për shembull, për çështën e dunjas, a me ble ajo, fillon me matë për çështën e jetës tonë pastaj. Besimin, angazhimin, preokupimin e kësaj më radh. Dhe përzierja e kësaj pastaj është ajo që po shkakton lëramani të muslimanët. Lëramani. Don ma let inkurajohemi për çfarë do çështje të dunjas ose për ahiretin. Edhe për ahiret. Allahu na mëson që çu duhet të kalkulojmë. Dhe solli shembull njerëz që kanë gabuar këtë kalkulim. Ke gabuar, hesab kaç e ke bëu. Përsa Allahu xhallahu ka përmend pikërisht fjalën hesab. Hesab edhe për emën ditë e gjykimit, yaumul hisab. Ditë kalkulimeve. A do të shkrim ti çka bëj hesab? Gabim, apo çfarë staqet?
Edhe sikur se Allah thotë zonën, "Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Ju ka dalë tek Allahu xhallahu ala që kur hesab se kanë bu, çito se kanë bërë hesab. Ja çito se kanë kalkuluar çfarë. Po. Unë jo kom sjellë uzimet çish më kalkulu. Po s'keni dash me marrë këtë matematikë. Këtë është matematikët e tjera me përdor. Andaj ju ka dalë çështja për së keqi shumë e befasishme, e tmerrshme ditën e gjykimit. E tjerë që janë, Kurani gjithmonë të ndërëzër sjellë edhe të kundërtën. Gjithmonë sjellë, do më thonë, dy grupe paralele. Këta edhe këta. Ta shti mate, ti këshyre ato. Dhe surën e Dhariyat, Allahu flet për xhenetin. Është e vërtet. Mirë po, ma shumë flet për cilësit dhe qëfar i bëri me dalu këta njerëz nga dunjoja që ta është në xhenet në ahiret. Ndërsa detajet e xhenetit për bukuritë, për historitë që kështu me radhë, që janë shumë ma joshëse së në surën e Dhariyat, i kemi në surët e mëdhëtjeshme, si kështë surja Ar-Rahman, Al-Waqiya, atje kur kalojmë është që qësh Allah e përshun xhenetin e ti dhe kënaqësitë e banorëve të xhenetit. Po këtu kemi thënë, Allahu te bartale vëdison besimtarët, mëson me kalkulu. Këta shiko çka kanë fitu. Këta shiko çka kanë fitu. Këta çështot kanë ardhur, këta që kanë bë. Çka kanë bë diçka këta të jashtëzakonshme që kanë fitu xhenetin. Kur gjë? Diçka të zakonshme normale. Mirë po për njerëzit bëhet kjo e pazakonshme. Bëhet e vështirë. Për shkak. Për çfarë arsye? Për shkak se kalkrimit i kanë të gabuara. Andaj Allahu xhallahu kur përmend se ata kanë me shkuën në xhenem me këtë radhë thot innal muttaqina fi jannatin wa uyun. E devotshmit që janë si këta. Nuk janë si këta. Dhe këto është një dobi e rëndësishme mos më lëm pa të kalu. Ati Allahu xhallahu çka tha për ata që refuzuan. Tha kutil el kharrasun. Kharras tham çka është? Ai cili domthon nuk ka argumente qarta. Po parafërsisht po mduket çështo është. Çështo i ka i punën. Çështo. Don nuk ka argumente të sakta precize. Edhe këta në refuzimin ndaj Kuranit s'kan argumente, kanë hamendsi. Hajtë themi çështo mos helbet po del. Hajtë për shembull, hajtë ti thojmë rëndës. Nështë ta njerëzit e besojnë. Jo, s'pi besojnë. E çka mi thon? Hajtë pi thojnë për shembull çështot. Hajtë nuk shkon kjo punë. Po çka më rëndësi te këta? Se Allahu nuk po flet të ndërvëzë për shembull për s'po flet Allahu xhallahu për veprat e tyre, për dunjon e tyre, po flet për mendsinë e tyre. Po flet për mendsi e hamendësisë. Mendsi e kalkulimeve materiale, apo kuptoj te mendësia. Tash, po flet për nivelin e tyre intelektual. Çka që të mençëm këta? Çka? Mos ja uqyrni o shajat e ato, çka që të mençëm këta? Në mençuria e tij, matematika e tij se ka pru din që të vel që spaku me di që nuk ka mundësi me kohë rasisht Allah. Që ka mundësi me kohë rasisht? Rasisht, këtë rasisht. Gjithë kjo kosmos, kjo precizitet që do të përmenim, këtë rasisht. Qika ka kuptua jetën. Kur dënë Allah Gjellohet është me përmend, dhe me thonë, të është palën e kundër tyne. Nuk thët për shambull të menqërit real. Apo, nuk thët për shambull, inne ullul elbabi le të meqmit. Nuk thët për o le akilun, së thët Allah që për shambull. Po qka thët? Inne el muttaqin, thët dëvëtshmit. Apo, ku fatkeqësisht tek njerëzit, dëvëtshmëria nuk përkthehet si mençuri. Apo, po tek shumë njerëz kujdesi i dikujt mos me shkel haram është naivitet. Apo, kur diku për shembull s'lëshon pankoja, Allah, ski kryte ka guri s'merr vesh ato. Apo kupton? Do dëvëtshmëria zakonisht edhe fatkeqësisht edhe te do musliman, dëvëtshmëria nuk është arritje. Nuk është arritje. Nuk është sukses dëvëtshmëria.
Që kur do me thonë, filoni, sa i nuk falet, zbeson ama, Allah e një fikajtës, ama filoni që aty, cili filen e Allah, na nuk pëmojmë mund kërkesën e rëndësin me avancu, lërga saj. Mirë po, Allahu Gjellewala, kur po do me kalzu, të meqmit e ju që ka gjdin, që ku kanë mëri, a do me ju ka du të meqmit e tjerë që shkanë kalkuj ju ka dal, i ka përmen janë mund të tekin. Pra i devotshmëria është mençuri, me kuni devotshëm, me ditë çka me bo, çka mos me bo, morujt për aramit është i meqëm, e din ai shumë mirë Allah, e din shumë mirë. Prandaj njeri meqëm nuk lun me zjarm, njeri meqëm çfarë thonë, nuk shtyhet me të fortin, apo, po dhe, e kush ta kështu s'po shtyhet me të fortin, cili, i pare i dyti, i pare po të më shtyhet me të fortin, po dhe mi ka zua Allah Gjellewa që të zdin, na këna zbulu ma mirë, na këna pa, po dhe mi ka zua ta, të meqmit e dunjas, të meqmit a i retit për di, Allah është, a ka thonaj, s'ka oktë, në zdina me kalkuluna, as me matë zdina, mas të Allah të asë gjellë, cilë është i meqmit, a i që i dërzohet, apo a i që i rebelohet, cilë është i meqmit, mençuria është në dërzim a rebelim, të rëzër, në dunja, njëri menqëm nuk manipulohet, është e vërtet, që është i menqëm, s'mush manipulu, po nga njëri, qatë mentalitet të mos manipulimit, e kanë këthy edhe në raport me Allah në gjellë leona, mos leje me të manipulu Kurani, vetë ti me menën tone, pranaj e asë, mush mos pranaj, a për kuptani, diçka që është njerëzore, e që është normale me e rishikuse, ka shumë mundësi me të manipulu për interesat veta, nëse e rishikan, që jenë ke i meqëm. Njëjtin mentalitet, nëse e përdojnë me Kur'an, vazhdo me Kur'an i meqëm. Jo, me Kur'an, ti me Kur'an një qështë e kinë fillim, veç. Qështë e ka pas Ebu Bekri. Njëheri meqëm i fletë, njëheri meqëm i kërdo punë. Allahu Gjellewash i gjithdishmi, aje ka që kitë liber, apo. E tash mas kësaj, qka kom e kun, unë halot është me i meqëm. Qka? Njëheri kom thonë që ja i din ma mirësone. A i ka thonë që shtu. A njeri meqëm të rëllëzër, e din pikujt me morë. A i se, e dione, ka të zënë një morë. E dione që a i din, pësë është i meqëm. Njerëz ignorant, që nuk din me shikun pasoja, nuk i njojnë sa e qërdohet, gutë, pëse si the jo, pëse si the kështë, se e dione, Allah. E din a i që më ka thonë, përshka këse, burimi atje është i pa kontestueshëm. Prandaj Allah i thot të devotshmëve, të cilët kanë kalkuluar mirë, edhe janë në gjendje me i lënë disa kënaqësi dunjas, mu lodh pak më shumë për diçka që nuk shohin sot, po shohin nesër, me pasurinë një që kurse kanë pa, e diunë, apo. I thot që të janë të mëshmet. Indel muttaqina fi jannatin wa uyun. Mençuria është ajo që çon në xhenet, jo që në xhenem. Shkoni më që më shkon në xhenem. I më që sa çështë. Po, a ka informata, njohuria ka, njohuri ka, po mençuria s'ka. Mençuria nuk është si njohuria. Mençuria është nivel më i lartë se njohuria. Funksionimi i njohurive e rrit mençurinë. Grumbullimi i njohurive e komplikon mençurinë. Një ka grumbullon informata, apo, po nuk din me i funksionizu, nuk din përmes tyre me shku dikon, ajo komplikon e vërteson situatën me mençurinë. A njëri mençëm ka njohuri, përdorimin e informatave ti është e përdor për shtimin e mençurisë. Dohen kalkulimet, ekuacionet e duhura din me i përdor përmes informatave për me marrë një qëllim të caktuar. Që ti Allah vetë i mençëm. Din kë i mençëm është. Pra i të ndërlodh vëllezër, njerëz më ti përpara që kanë qenë, s'kan pas shkolla ata. Apo s'kan pas shkolla. E jënar do me shkolla, që në shkollu në për qendrat të komunizmeve të ndryshme, apo, e kanë orë me thonë që gabimi shkollë me besu apëtën. Këtyve të pa shkollë, ta me shkollë. A më konë që shtot? Dojnë shku më shkollu, që këtyne pa shkollë, me ju thonë që kene pas gabimi që për besani. Që a ke kemë më falë, që a kemë më njënu, që shtotot. Kush u dali meqëm të të bëzën? Sot, mas 5 dhe 6, kush u dali meqëm?
Ai plako që s'ka ditë, ka në qëre, që ti u ke mësu ti, që ti është haram me mësua, që ta bujnë të haram shkollën. Po del që ashtut, haram e pas kanë pas mu shkollu që ti ku i kanë mësu, mos me punu në favor të besimit, ma dja në favor të venit. Asë favor të venit, se kur të këshush në total në venin tonë, që ta që ja u kanë marë besimin, kanë qenë më të zelshmit në vllaznim bashkim me tjerë. Ata që e kanë rujt besimin, e kanë rujt atë vetën, pa dash më vllaznu me neve. Na i shikon më të sinqertit në vllaznim bashkim. Shëre historinë atë. Apo? Këjtë kanë punu për të vetat. Pa ata të zhveshurit, të shkolluar në banka tjera, ka dalë me thonë qëre, na kena ardhë me u zavendësu besimin me qka? Besimi për mbitur, na du të lëkon, e qatë vllaznim bashkim, e pomë që tash hyjgjim me shaj tash, hyjgjim tash me përdor si akuzë shpifje për dikën që do me kallu që për i keq atë. E kush për dhe tash i meqëm? Që i haxhia që ka ditë ka mu këthyja, ti që s'ka ditë ka mu këthy korrota. Kjo mund duket shumë e thjeshtë të vëllezër në shpjegim. Se është më e komplikuar, është e vërtetë. Do më trajtim më ndryshe. Unë po e thjeshtësoj veç për me shpërfaq banalitetin e njerëzve të cilët realisht kanë dashur me utoll me besimin tonë ju ka dalë keq. Për çfarë? Çto është imani jo? I meqëm është ta që di më rrujt për xhehenemit, apo ç'ky është i meqëm? I meqëm është ta që di me njeh pejgamberin, ç'ky është i meqëm apo? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kur Allah flet për shpërblimin, nuk thot në xhennet. Xhennet. Për shkak se Allahu xhallahu ta'ala kur flet për shpërblimin, asnjëherë të nuk e vren se shpërblimi është i përcaktuar, i definuar me shifra numerike të caktuara, me preni që ka, sikur se është në dynjë. Sikur se në dynjë. Shë që Allah flet për bollëk. Pse këto xhennat? Pse ka vonë xhennat? Për shkak se vetë ka vonë pejgamberi sa xhenete nga ari edhe xhenete nga argjendi. Do të flasim për detajet e xhenetit në çështje të tjera ato. Këj çakonte e arit, këj çakonte e argjendit apo. Bukuri që Allah ka përgatitur. O ujun edhe burime e lumej të bukur që qarkullojnë. Veç për me të regu se ti ke kalkulu për një shtëpi të vogël dikun, apo me një kopsht xhenet të vogël, edhe me pas një lumgat, kon kogja u kon, domethënë arritje e madhe, edhe kogja u kon një kënaqësi e madhe. Të cilën desa e ke ndërtu, 100 e ke shit shpirtin tën, apo edhe e ke munu vetën tonë që në fund mos me gëzuam të. Allah po edhe këta kanë kërkënu për shpija, mos më na, edhe këta kanë kërkënu për bukurie dhe për knatësi, mi për dikun tjetër. Edhe Allah jo ka dhënë, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Pasi Allah u fletë në vëzën, e thot, akhidhina ma atahum rabbuhum, akhidhin. Shikojnë tash, Allahu e ka xhenetin dorë. Këta devotshmit që kanë bë punë caktuara, këta po e marrin, po ju dorëzohet shpërblimi atë. Shikoj Allahu sa bukur e përmend, domthonë jo veç sa që mu kënaq në xhenet, vallahi. Veç procesi i pranim dorëzimit, shpërblimit është i mrekullueshëm atë. Veç ky akt kur të paramendojsh është la ilaha illallah. Akhidina ma atahum rabbuhum. Shiko këtu ka thonë Allahu dy shprehje, po duhet pak më shpejt se na merr kohë shumë, po këtë bukuri smunësh bashkë me e kaluar. Shiko Allahu akhidina ma atahum. Dy shprehje që tregojnë mrekullinë, kënaqësinë e mahnitshme të këtij akti të pranim dorëzimit. Allahu thot, tash ti e kemi jetu qitë ven. Ta dorëzon Allahu venin tënë. A i thot, që kjo është venin tënë? Akhidhin. Hot kanë akhidhin, akhidh është me marë. Me marë, tënë.
tregon një marrje pa ndërmjetësim. Tregon një marrje direkte, lajmin se ty ta kanë shky vend kime marrë nga Allahu te barekuhu teala. Selamun qawlan min Rabbin Rahim. Selam kanë me një paqe, shpëtuar për kujt? Zotit i, Rabbin Rahim. Për ti kemi një avën, akhidhin. Një marrje e myrdës, marrje e lajmit, marrje e hisës, e Allahu te barekuhu, akhidhin avën. Akhidhin ma atahum rabbuhum. Ka me marë, apo, nga Allahu Azza wa Jalla. A është për ta kjo marrje pazakonshme? Jo. Andaj ka përshpërshpen marrje, subhanallah. Pse marrje? Për shkak se ata në dunja kanë marrë për Allahut shpalljen, tash marrin për ti premtimin e shpalljes. Për të ashtu disa djetë ka thonë se kjo akhidhin marrin nga Zoti është për dunja. E disa ka thonë është për ahiret. E pse ajetet qartë ka thonë që në për ahiret. Po kur ka disa komente që nuk janë kundërshtim, por e pasurojnë një tjetër, i marrim këtë komente mundshme. E këtu Allahu thot akhidhina, kanë marrë. Pse kanë marrë xhenetin? Për shkak se para kësaj e kanë marrë një xhenet tjetër. Xhenetin e besimit, xhenetin e kuptimit të jetës, xhenetin e adhurimit te Allahu xhallahu e kanë marrë. Tash Allahu jep një xhenet tash tjetër pas të xheneti. Akhidhin. Ma atahum. Fjala atahum për me dhonë të vëzër në gjëndë rabi jenë dy shpreje kryesorje. Atahum edhe atahum. Zakonisht për me dhonë për fjala ju oti. Jep. Nëse fjala ju ti me të tjesht ka një kuptim pak më ndryshë. Për shta kur kun Kur'an nuk ka, për shambull, e qimu salate wa a'tu zakata, s'ka me to, po ka a'tu zakata. Pse? Se a'tu jep me kuptim çka që se ban fort me qef, po duhet me të dhona. A'tu, shikoj vetë çfarë a'tu, dhënje. A'tu zakat. Let. Se at është fjalë itjan. Do të thonë fukaraja nuk është në rregull me marrë zakatin. Rregull është me aqu ti zakatin. Apo, me aqu ti zakatin. Edhe Allahu Jalla wala bi thot akhidhina ma atahum. E marrë edhe që Allahu ua ka dhenë, edhe ma herët, shpallin e këna lyp. A këna dit me lyp që shtot mësime? Jo, Allahu e ka siel, që Allahu ka dërgu pejgamber, s'ka thënë Allahu, hajdenin që të ven, e që aty kom më kumtu e vërteta, edhe mërë, jo, a i ka që pejgamber, respekt, nderë për njerëzit, a i ka zbrit Kur'anin, s'ka hajde mërëne, a i u ka zbrit. Edhe gjeni, që ka thënë Allahu Azza? Thët, mërëne. Unë për jo vëdho, jo shka mërënde, jo shka mërëja, mërënde. Kjo është dëmonë të vëllëzër, eleganca e dhenjes hynora. Allahu Gjallera kujdeset që gjithë shka të kuptohet në formë të respektit, në formë të kujdesit, në formë të një privilegji që në fund thush. Sa do është me konë i meqë njëri për me fitu qëtë? A do me konë shumë i meqëma? Jo, Allah s'ni jo. Së do me konë shumë i meqëm. E që do është me konë ma pak e psharak. Do është me konë veç i meqëm. Jo shumë, veç i meqëm. Balla është ato. Për me marë së që ka Allah i ka. E të një Allah thot, innëm kanu kable dhalike muhsinin. Pse kaq mirë për ju japëm? Pse me kaq elegancë për ju japëm? Pse me kaq, do më thonë, kujdes për ju japëm? Pse? Po, qashtu jenë kone ta për para. Shka, sta Allahu, ata kanë qenë menet adhurues, besimtarja e. Kër flasën për elegancën, nga një ranë, do të me balansu me elegancë të tërë. Muhsin, qka është? Nivelli majnati adhurimit, apo? Në ta abud Allahe, ke enne ke të ra, ta adhrush Allah si kurse po e shë, e nëse nuk arrin, fa in lem të kun të ra, fa innehu, jerak. Nëse ti nuk e shë, a i të shë të jofë. Pëtë Allahu Gjallahu për robë të ti, që jenë të meqëm, jenë elegant, jenë zotni, kër e po punën, e po në qërtuat.
ja din rënin, ja din rregullat. Prandaj sot në vëllezër shohim mungesë të kësaj elegance, edhe në raporte me njëri tjetrin, edhe në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu. Punën për shembull shkelë shka. Një adhurim vetësa me kry. Se këtu Allahu xhallahu përmend tash kur detajizon këtë bamirësi e detajizon në dy nivele, në raport me Allahun e në raport me krijesën. Muhsinin. Këta s'kanë qenë veç musliman, s'kanë qenë veç mu'minin, është besimtarja. Muhsinin, niveli më i lartë i adhurimit, i besimit. Pra e besimtar nuk është elegant vëllezër njëro. Në shprehjet e tij, në fjalët e tij, në sjelljen e tij, në punën e tij. Nuk është pranë nga jeta e përditshme përdor për shembull shumë po. Kanë janë vallë banalitete që ndodhin në mesin e muslimanëve nga mungesa e mirësjelljes edhe e kujdesit për ndjenjat e njëjtë të tjerë. Kur bëjsh për shembull mohabet me një autoritet më të lartë, kur ke nevojë për dikon më të vjetër, dikon që ka bëu mirë, e kështu me radhë. Shaq, mungon eleganca, ka shumë bedevillëk, apo që ata bedevit nga shetënia që kanë ardhur, apo i ka thonë pejgamberit, o Muhammed, ajo bedevi, ati ju ka pranu, ka thonë pejgamberit, pa një, e pa tani të me bedevi me nuk din musikët, nuk din me fol, që ku gale, a ka argument për këtë punë? Që kështu është mungesë elegancë. Besimtari kur të rrinë, kur të ullet, kur të hanë, në gjithë kënd t'i e vrenet elegancë në sjelljes ti, kujdesit ti. E këtë elegancë kush e ka mësu? Adhurimi. Adhurimi e ka mësu. Përndaj, në mungesë të edukimit të përfituar nga adhurimi, kompleksohemi nga sjelljet tjera. Që atë Allah, kur thot, s'ka për ta. Kur të, pa ju dosh me thonë, ti, kur thush që ka që ti ktheje, ti bëje, ti dush me konë. Sa të kujdesëm, më falë, të lutëm. Na, tash kena bo shambuj të tjeret, apo, që është din me komuniku, që është din me folë. E ti ku ke këtë mësime? Ti pse nuk ke shambull për që është të prapë? Dhe Allah flet për një elegancë të adhurimit, e sëla realisht është edukshme, jo vetëm në aspektin e brendshëm, por është e përkthyer dhe manifestuar në aspektin e jashtëm. Din musil, din në fol. Adhurimin e ka muhsin. Tenton gjithmonë me kon më i mirë në adhurim, më i ngritur. Sa më cilësor, sa më elegancë kjo, është elegancë, sjellje e mirë. Andaj tha Allahu xhallahu ala muhsinin. Këta muhsinin për shembull çysh janë o Zot? E ta shikon elegancën. Allahu xhallahu kur flet për ta që kanë rinë xhenet, s'ta ti kanë fol pas vaktet. Apo s'ta ata. Psa me 5 vakte shkon gjë? Jo, shkon, bëllë është farzi, jo. Ama këtu 5 vakte që shkon gjë, ku t'i ka për kemë mërësën shtë? A ti beduini që për shetinës, a ti ka. 5 vakte, një si fali 5, tjera s'fali. Ka në te që ka në gjenet shkon, apo. Beduini kjo këtu. Së një ka të në t'i dirë, ta shkon elegant të adhimi, se kjo, u ardë 5 dakika, kjo s'ka vak, i ka devet ati, i shpëndohen, me ti 5 vakte, qaq, apo. Qka ka më në tjera bashkë, ka me gjuni mujtit. Nëse që ka është të të së në gjinejmë, qa bëhet me mu ka unë, që ka është bëdhe, që Allah vetë kimo për këta? A qështë kemi ka të këti që ka dalë si jëndë, s'ki që e ka të zënë këti dhe? Që është mentalitet beduini, musliman kjo, ka më për në gjenet, sa i, ama shiko për zotni që ka thëtë Allah të parë talep. Që të të me konë. Allah nuk thëtë i kanë falë 5 vaktet, sot, janë ata që s'kam bo zina, s'kam për thot dikun tjetër, jo tash po flasë për elegancë, akhidhina ma ataun, po flasë për nivel të dhënjes, të marrjes, domthon të respektit ndryshëm. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allahu thot, natën pak kanë flajt. E që kanë bukta natën. Allahu në gjellë kanë edhuruar. Namazi natës të rrëdhë dhezër, a është farz? E nuk ka farz. Nuk ka farz. Nëse një njëri kur s'fal namaz natë, a me falë 5 vakte duhet për harameve, a musliman, po musliman, është kanë gjenet, po inshallah,
apo? E pse këtu Allah kur po i kallzon banorët e xhenetit, po përmend diçka që nuk e bën gjithkush. Për shkak se që ka dallimin në dunjë, dallimin e të mëdha. Ande këto Allah bëjë për elitarët, po flet për të mëshmit që e din me kalkulu, a me flajt a mos me flajt. Ata kalkulu ndryshe, jo si tjerë të vëllë. Edhe shikoni të vëllëzër bukurin e kësë shpresë, këtu ka, në këtë jetë, shumë ka me thonë. Vesh dy dobi edhe. Allahu nuk po thotë, kanë qënu të zgjuar gjatë, po kanë flajt pak. Cila është pjesa që lavdërohen? Pse kanë flajt pak, a kanë e qutë gatë? Për çka lavdërohen ata? Për cilën pjesë? Për që kanë flajt, a për që në konë qutë? Po për që në konë qutë livdoni, për që kanë flajt, apo? E pse po i lavdëron me gjumë, e s'po i lavdëron me zgjim? Pse? Kjo shumë është e hullot. Qëto është e që e kemi cikë, ta kemi e konë vedia, që Korani ja besimtarët, me vedisu qysh i modë sentërë. Nga sa ata, kur kanë flajt për mu që mu falë, jo pëse i ka kap gjumë jaftën. E kupton? Se surja po të mësën se në fund, wa ma khalaqtul jinna wal insa, ti e kërë për ibadet, tash këtë qëllim tjetës, duhesh me e shëndru në mënyrë të menduarit, në koncepte, në kalkulime, krejtë që kalkulan. Edhe kur flanë tash nuk flanë se, qysh pse flaj natën, e kur me flajt, vazhdojmë, vazhdojmë, flajë. Ja, a i flanë, jo, thot, nëse e sapi e qëtë mos me flajt, unë s'flajë, me ishtë të matën i herë. Andaj flanë sa me pushu, me marë forcë, nga se jeta është adorim. Andaj e ka përmen edhe gjumin, për shkak se edhe gjumi i këtyne elitarëve është ibadet. Mos flasin për zgjimin e tyne. E para natë në rrëzër kur do njerëz që qënë dhe me thonë problematikë në shpe, të mahon të pa sënë komunikëm me ta, kur antarët e shpis jenë ratë, kur flenë që aja, një kur qohët. Shme flejtë ma gatë. Se si të qohët tani të lashat. A ka dalim e së të të? Ku gjumi i këti është për muqu me bo mire. Kalilim lelma i hegjaun. Ata pak janë shtri. Kështë një koment i shumizit djetarë. Është një koment për neve i mire këtë koment. Këtë koment është i mirë. I pranushme është këtë koment, po në bjenë ma ta manë se këta. Kjo është sfidusë. Komenti i dytë është, kanë thonë djetarët, ata, dhe më thonë, nga nata, kanë gjithë pak kohë për adhurim. Nësë kanë flejtë ta natën. Pak kanë gjithë vakë. Kanë flejtë, po dhe kanë gjithë pak vakë për adhurim. Që kjo është i mirë, në përshtatët atë. Që shtuja njës të një përmeshku matutje. Dhe më thonë, nuk qenë kanë menquri. Së është menquri. Nuk është tregues i devëshmëri së qëndrushme dhe cilësore, nëse flenë gjithë natën të në sabah. E sa mund në konë të një menquri që flenë e ti kësa bohë se falë heqë, tani kjo është me kalkulimet e asë beduineve zërë më dhejve. Sa i bile fazë në ka di që me falë në vakë vetëm. Ta asë me kalkulim beduinesh nuk delë që mos me falë sa bohë me vakë të pëtë. Zënë Allah, sërstop. Kalimin e lelin ma i heqja kjo në part me Allahun gjellora, dëvetmuar, veç me Allahun të barë këtale. Sa ka këto bukuri, e spjegime, që më shefën këtë jetë. Pasë Allah thot, wa bil ashari hum yastaghfirun. Tani kur vjen koha fundit, ka fundi, ata e kalon në kërkim falje. Por në ndëror, çfarë parulje? Domthon falet natën, prish gjumin. Edhe për ta që falen shumicën e natës, jo si që shumë na që aty përgut një 10 dakika 5 minuta para sabahut, muqu, alhamdulillah, edhe kur përmenet namazin natës, a i thot në vetin, unë qona, e në gjithë vetin nga ata që falin namaz natën. Jo, thot për ata që falin ka 3 orë, 4 orë, për që sa Allah për shëtët? A për këtëni? Edhe i në fund thot, estakfirullah. A i së për thot, a i që bëni istikfar. Allahu po u anëzirë publikisht sekretet e parulljes, në nështrimit, modestis, para mbëndisë Allah të bare këtale.
Në gjithë këtë adhurim edhe se ka vetëbëqimi, se ka mendjemallësia, absolutisht. Nuk thotë, amna që më pofona, këta banesa këtë fletjen, amna, jo, Allah, ata flenë është ta, po s'dijet, unë i kom gjinohet e mija, i kom punë të mija. Nuk lejon të mashtrohet kur nga punë të mira, nga aktiviteti, e shë vetën bërshli gjithmonë në raport me Allahun te barekotal. Në raport me çka Allah i ka jep, pak është duke bo. Ma djela të herë kur e bën nafilen, jo vetëm farzin. Dy punë i bën, 3 punë i bën, e pret aplaudime, pret certifikata, pret mirënjohje, pret me ullë dikon. Puno, ec. Se edhe qëta që e punojmë me matë me të që kam punu, qa del kjo punë? Qka del kjo punë, Allah? Qka del? Kush do koftë? Gjdo hoqë, sa do që tjetë i zelshëm, nga koha jonë mund bim për djetarë që vjemarët e një veç më krasuavë. Vjemarët që më krasuavë. Qëfar kanë lënë, qëfar kanë bëhavë. Nga ata që japin. Qëka japin njerës të habitin, ose më ashtura. Nga ata që kontribojnë, nga ata që jenë aktiv, nga ata që... Puna me modesti, puna me përkushtim, puna me sinceritet, që veç Allahu me e ditë. E haj pastaj i shpalos sekretet tona ditë në gjykimit me shpërblim dhe i neve. Që atëre po, o bil eshari hum e stakfurun, këshika, fundin e stakfurun. Që është ka pasë edhe namazin, që është ka pasë edhe haqin, që është ka pasë edhe agjerimin, një mujtë agjerim, tani Allah me i në ka afuun të hibbul afu e fa'fani, falla ti e falës e do në falën. Kejtë të në konë, 20 dit me pakon, gjunat të buani të në të stikfarë, se kështë e buaftën. Ata e kuptojnë kërkim falën ndryshe. Kërkim falën ndryshe, këta elitarët se kuptojnë kërkim falën veç për gjunat në dhaja. Jo, më Allah, kështë ka thonë. Këta kërkim falën e ndërlidhin me begatin e Allah ndaj tyne, jo me mëkat e tyne në raport me Allah në të barë këtala. Pa ata po, mirë po, begati Allah që po të vjenë vazhdimisht. Për shamë të ndëvëzër, nëse Allah të ka thonë, se që kjo vepër që ka që se vabë bëndë dhe gjykimit, për që të mësim sa dush me pagu, sa dush me kom mirë njësë, edhe sa dush me kërku falje, për shkak se nuk e përmbush që shduhet me aktivitet këtë mësim që Allah ta ka dhonë. Që shtu a ki qasje kështu të dikush prëm? A menon dikush që shtu? A nëjtë të nëzë, begatit Allah në njëve të shumëta, mirësia Allah në njëve është e madhe. A nëjtë kur thush e stak fërla, mos tu i veqi. Po më kujtojt një gjuna mëti, jo, Allah, një para 5 sekunda, që të mirësia Allah të ma mundësoj, ku është falëndrimi? Ku është zelli, ku është përkushtimi, ku është sakrifica, ku janë? Në part me Allahun gjithmonë duhet më i kokullur, stakfirullah. Edhe vallahi duhet më koni i bindun se ti ki nevojë me ta fal. Ki nevojë me ta fal. Që të kërku falve pse është sevap dhe stakfirullah. Jo më sevapi është durës 3 e 4. Unë kam lazëm, nëse s'ma fal Allahu, vaj halli për mua. Që ashtu duhet më pru gjendje vetën me kërku falje. E kjo gjendje nuk vjen veç për gjunat mëdha. Dhe pse ka gjunat mëdha sa dush, se gjunat mëdha nuk veç me vrati kanë me bozino. Po zemrës e më të mëdha. Gjunat e zemrës e më të mëdha. Smundja e zemrës e më të mëdha. Prandaj ata në sabah falen do thonë ja Rab astaghfirullah. Na falë Zot. Pastaj këtu Allah xhallahu te vëllazër kur flet për aktivitetin natës, s'ka thonë këta për shembull e përmendje pak flajn, s'ka specifikuar durim të caktuar, zëmonë veç falen gjatë natën. Lexojnë Kur'an, meditojnë, lexojnë, mësojnë, e kalojnë në ibadet, e kalojnë në shënim të qëllim për çka Allah i ka krijuar. Jo sikurse nata aty në harrasunve, që natë mendojnë çush me i buhile dikujt, çush me mashtru dikon, këta tjerë, ne këta janë tjerë. Duhet të kanë një natë, po shfrytëzimi është ndryshe i kësaj pale dhe kësaj pale atë. Që ata dhe përdimin e kanë ndryshe. Pastaj Allah çka tha? O fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal-mahrum. Në pasurinë e tyre ka hak ai që kërkon edhe ai që është i privuar. Çish ka hak? Kjo sure e Mekës, zakati kur u bë obligim? Medina u bë obligim. Disa dietar kanë thënë se kjo fjala hak që flet obligim
Më thonë, të regon se zekati është bë obligim në Mekë, po pa detaje. Diçka dush me dhonë nga pasuria, diçka dush me dhonë. Pastaj, detajet e dhënjes, 2.5 për çka jepet, kur jepet, ato të tokës, ujitje, pa ujitje, këtu, jënë detajzu komplet Medina. Qëtë me kuptu se herët Allahu që nga Mekja e ka lidhë bujarinë në besim. Detalet sa me dhonë spirocek tash, se obligimet vinë në Medine, ama si koncept duhet me konë të te edhe pse në kotë Mekës. Dhënja është koncepti pandashëm të besimtari. Pandaj nuk duhet me kuptu zekatin vetëm si dhënje që e pasoniku. Po, në kuptim të regullave që ka që pasonit me pas, ka që mënë, kjo është pra dhe që ka një sabë. Po ti, jep zekat si Mekë që kanë dhonë. Jep diçka, mësohu me dhonë. Mose përjashto vetën nga dhënja për fakti se bala të kësha pas si filoni. Për me dhonë ki për me dhonë. E mësoj e vetën me dhonë. 50 cent, 1 euro, s'ki me dhonë moment pare, jep nga forca fizike, veç mësohu me dhonë, luftej e kooperacinë, nga se nuk bashkjeton imani me kooperacinë, nuk bashkjeton. Së nuk kom besimtari kooperacë. Mësohu me kombujar, mësohu me dhonë bukë, që kemi thonë, mësohu me dhonë ujë, mësohu me dhonë, mësohu. Nga se kjo është të reguas i besimit aktiv. Shkon me kjo ka thonë që, jepni. Pasa që ka shpen, o fi emualim hakkun. Ata ja ka ndo hakun fukaras në pasurit tyne. S'po të dho me të bo mirë. Hak i joti është burë. është hak i joti. E të ndërlozër, nëse një njeri, musliman, i venit tonë, këshia jonë, i afërmi jonë, ka hak në pasuri. Ka hak. Shiko, këja jetë ka ardhë, kur? Në Mekë. S'po thot ka hak kur ti i bën që ka qpare. Jo, ka hak o vla. Momeni kër është ma pak se ti. Ka nevoj, ka hak pasurin tone. A për kuptani? Me automatizm, raporti përsekton hakun. Me automatizm. Ka hak. Dhe çdo musliman në botë ka hak. Të musliman të me ndihmu, me përkra, me nejtë gati, me këtë që ka mundësi. Hakun li saili o lë mahrum. Saili është që ka kanë dhe Allah, një mëmën që si kanë punë mirë. Mahrum a ishtë i privuar, kështë e i privuar? Punan një ngrati, mënohet, po s'ka tyra. Ose ka hubë në pasuri, ose ka dërshtu dikun. është bë i nevojshëm me i dhona të. Ma këtë hak, e ta është të nëzëm po thëmë kështu. Jo, po thëmë qka kuptohet, se thot dikush hoxha, tha ja mërë ke mene që ashtu, jo, harrasun t'i përashtu ma t'i kërëm, so këtë më hërë menja, këtu është më argumente me spjegime që ulemat kanë thonë. Nëse Allahu po i lavdron ata të cilët kanë caktu hak në pasuri për tjertë, ka hak Allah, hak i tina është, hak në pasuri, hak në shëndet, hak në shtëpi, hak në aftësi, këtë që aki ti ka dikush hak në të pëtën. Ka hak. Këtë që aki ti dikush ka hak në të. Hak. Për të edhe kanë thonë për shumë për djetartë, s'kanë hak në të veç familja. Këtë musliman kanë hak në të. Si të bosh, do në që ki dhije që njëtë ka nevoj, krejta që kanë nevoj për djetore kanë hak ti mi o dhonë. Që si të bote që kanë që për ju bëj mirë. është hak. Se Allah ta ka mësu një sen që me pas njërë hak të ti me marë. është hak i tyne. Dush me o dhonë. E nëse njëri ka hak, në gjithë që ka ki tjerë, e feja ka hak, sa këndon nga koha jote, hak për fejnë, nga mundësia jote, hak për fejnë, nga pasurit e hak për fejnë. Për më dhonë, une ma ka mësu Allah mu qitë profesion, ma ka e për Allah qitë pasuri, ma ka e për Allah qitë aftësi, ma ka e për Allah qitë njëhuri, në kej qëto që te ka e për Allah u gjellë ora, sa është haku i fesë, sa është haku i kontributit për fejnë Allah të barë, sa është haku i kësaj. Allah po të këta shkojnë e japin, e nuk thojnë nëse ju vynë në herë e diqka thërëmni, ju këta stojnë kështu, jo, këta shkojnë
kur dikush të punu të në qyre vëllapët, po të punu që kjo është për meje. Për meje ki 3 orë në ditje, 5 orë një aftë, ofrahu. Ama jo, i kom të punë më zonë, ama që keni diqka thyrëm një, inshallah besoj i gjina për. Kjo është nivelli beduinëve. I në shku, atje ka njerë që të vinë nere luft, thyrë në vime. Ata elitartë ofrohen atë, ata ofrohen Allah. Ata edhe të hakku një sajnë në mahrum, ka hak. Ata e dhe ndurë, Islami ka hak në pasurin tonë, Islami ka hak në jetën tonë, Islami ka hak në familje, në jetën tonë, jepi hakun Allah. Edhe familjes jepi hakun edhe vetet edhe, këtë jepi hakun, jepi hakun në fesë, jo në kuptim të adhurimit në Allah, kjo është të pakundëstueshme, kuptim të shërbimit dhe Islamit, që të njihet më mirë, përhavet më tepër, sqarohet më shumë. Këto projekte që njerëzit kanë nevojë, sa i ka unë hak? Sa është hakut që ti jep për këtë punë, sa është? Nga koha jote, nga pasuria jote, nga shëndeti, nga këtë sa është hakut? Sa është? Allaj të rrëzër, feja ka hak të na, pejgamberi ka hak të na, a i ka hak të na që na duhet mja përhap sunetin, mja përhap hadithet, mja përhap biografi, njerëz me njoft, sa ke dhun nga e që ki mu njoft pejgamberi a.s. I përfrim këtë krejt, lisajli vel mahrum. Pastaj Allahu xhallahu thotë në vëzëm, Allahu xhallahu pastaj thotë, o fil ardi ajatun lil muqinin. Pasi që Allahu xhallahu përmend, do të thonë betimin dhe argumentet dhe 2 palët, do të thonë se si kanë reagu karshi argumenteve të Allahu te barekutaala, Allahu kthehet prapë te shpalosja argumenteve. Shikoni subhanallah, kujdesin e Allahut, mëshirën e Allahut te barekutaala. Ai mor argumentin nalt. O betu Allahu, në këto ajo tha, këto janë argument, me që këto nuk lëvizin rastësisht, as ti rastësisht nuk je. Me që erë nuk qohet rastësisht, as ti rastësisht nuk je. Me që anijet nuk lëndojnë rastësisht, as ti rastësisht nuk je. Kime dhonë logari për këtë, a i spjegaj Allah në fillem atë argumentet. A ka dhej që nuk duhet me pas qasje të hamencis e të kalkulime, po qasje të sinqet me kalkulime dura, a i spjegaj këtë punë. Pastaj, përmendi përfundimet, shiko këta ku kam përfundu, këta ku kam përfundu. Prapë tha Allah azul, o fil ardi ajatun lil muqinin, o fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në tokë ka argumente për ata që dojnë më bindë, subhanallah. Në tokë, a ka argumente për besim apo për mos besim? Do njëri se e mediton tokën, kej që ka në tokë, lumejt, kodrën, bjeshk, detnat, shkëmbet, njërin, bimet, kafshët, insektet, kej që të kërë i mediton, ka një, që po funksionojnë, që po veprojnë, që janë të ndërtuara. Kej që këj meditim, a i shërben besimit a mas besimit. Kej që të sene atë bëjmë me dyshu që ka zot, atë bidi që ka zot. Cëllë është e logjikshme, cëllë është normale. Djetë. Allah veç njerë me marë meditu, subhanallah. Në nësa perceptor që i qojnë shenja trunit me ditë me lezu qka kjo, veç perceptor të shijes, mësëm shikimit, dëgjimit, sa teri, sa kabli, la ilaha illallah. Nësajnë këto, krejt mrena vogël, këtë vogël, që më pasaj ti e din, shë largë, shë ngatë, të do këtë kjo normale me pa largë, ona ka dalë se, këtu ka zuma që e rrite, me automatizm. Në vesh, perceptor që në sezon është me i naltë, se që është normal me pru, ta zvoglan, se të shurdosh, me ta pru zonin qysh është për jashtë. Në sezon i vogël, ta rritin zonin, me një njërë, këta perceptor që rritin e zvoglonja këta, kush e ka po këta kështop? Rasisht që këtu kanë qëllua. Rasisht? Allah thot, o fil ardi, këtheuni tokës, këtheuni që aty pikani kru, që aty këtheuni. E shikoni, shtoni bindin. Duhet me lezu dhe tokën, krahas Kuranit, edhe vetë vetën, o fi anfusikum afala tubsirun. Edhe vetë në ju e ka argumente.
Nëse meditoni që shduhet, apo. Dhe vetëm, tu, ka koment sa dushtu, veç një ders për qëta ofi e në fusiko. Vetë në juaj, argument që kallëzën se Allah nuk të ka kriju rastisht. Nuk je rastësi, s'ki mundësi me ko rastësime, pa mundshme. Andaj të në vëzër, pa e përmbyllim e se do është të me mitë Ibrahim e sëmë, po s'pëmërim, largë Ibrahim e sëmë njërë. Allahu Gjallewala për thëtë, o fissëma i rizkukum vë ma tuadun. Edhe rizkun e këni në qilë. Shikoni këtë erdjet me kullushme. E përmen tokën, e përmen njërin, e përmen qilën. A është rasisht që ka rënditje? Një u dhe një. E ka përmen tokën, apo, që është kujdes Allahu për ty, para se marë me pas ku në ardhë. Toka. Kër e në anë tokë, e ka në gjithë tokën e prit pak si në të e rruglu njëra. E ka në gjithë tokën, të ti e gjonë edhe lenë. Vjen të të e gjonë edhe lenë. E ka në gjithë në tokën. E ka pregatit Allahu për ty. Pasë Allah të ufjenë fusikum. Për me gjallë ti. Për me pas njëtë rrasme të nëndishme, që e ka në rregullu, që të ndrej, që të ndrej. Kokën vend. Ki sy, ki vesh, ki... Qka kështë shtu hala më thonë që? Edhe që të kësha, po qka? Vesh kërah me t'i qitë, me flytëru. Qita, pëdan. Qka i duhet një jelë mërdun këtë dunja? O e fjenë fëgjë, kështë ka kajdi kitë regullume. Ma dje, hala nuk e din qka të këna dhondi. Te ki me po hala avdo. Nëse sa po thonë që kënë startë që këna zbru të njëri? Sa po thonë? A po thonë për tunin për shamë 10%, 20%, sa po thonë? Edhe kjo është hamenësi. Që shka dhe se mirë. Une, për shambull, nëse thëmë që të qikë shumë me 10%, që 10% me qka e mati në përën? Me qka? Me tërsin e di sa është e madhe, e di sa ka e mati e po. Nëse s'di sa ka, që është di sa kom gjithë? Ha? Ja dini saksisht sa ka, për shambull, truni, sa ka njëri, e dim sa ka po. Hadas këna mri, prej asoj sa ka këna mri që kaqë. Po e dim të sa ka, Allah. Nështë ta keq që kemi njështë 2%, nështë ta kur s'ki me zbulu krejt, kur jemë me l'kijame kime kuptu taman që ka t'ka e pa Allahu Gjellore nga begati që i ke mu, nështë ta, ku e din të që ka kiti, ku e din që ka kin vetën tone, nga begatite, mirësite, nga, veç Allahu e din, që shë ka kërë këtë njërë, veç Allahu e din, vëllahu, mahnitëse, e kretet e tjera, bilingonin që ka bonë, mizën, mërkulloshme, Allah, e mrekullueshme. Shkojnë të ashti, bota që po e përcilë këtë, dhe më thonë, udhëtimin ka hana me shkuar, fa mrekullie, që fa shpej për... Rutini me lajqe, vapëtën, me zakonshme, poshtë e naltat. Neve do arritje, kur në historikë se raketës ka pas, sa i atën, me kapacitet hatashme të noja, arritje madhe, kjo shkuarje, kjo levizje, pa i në detajat. Diri ku? Dhe të hana, parë në me lajket që shkojnë dhe të arshë, sa është e naltë të lavën, sa është e naltë, sa është e shpejtësi që ato vine e shkojnë, sa është e shpejtësi. E këto kur këna mi marrë eshtu? Vitin 2057, kur? Kur? Jam në këjame me rëvesh madhinë Allah të barë këtë ala. Diri dikun, kur a i shpalos fuqin e madhinë ti e shë që sa dopt kemi qenë. Dhe medita, liraje mendjen nga epshi, lirahu pavarëson nga ndikimi materializmit, ngritu nivelin e dur të aspekt intelektual, përdore mendjen që të ka e pa Allahu Gjelle Ora, o fil ardh tokë shika, shto bindjen, shikon vetën tone, o fissema i rizkukum, prap të me rizkut. Rizkun që është penges, që përshka këtë rizkut ju tutin me menu mirë, apo, si u ka ndorë, në qilë është, Allah, risk është në qilë, ti atë që shduhet, na ta zbritim, s'ka kushta nalët risk, atë fërëzim që Allah e ka saktu, s'ka kushta nalë, mendoj lirë, mos u kufiza për shka këtë riskot mendimet e tua, mos u kufiza, veç kalkulet të ka Allahu ashtë e mirë, ashtë e mirë, që të e në kalkulimet e duhura, me kalkulimet dunja, po tani më lonin rogën, po tani së mjepin qmime, po tani këto, lej këto, o fissema, në qilë ke punë, së është tokë. Nësë Allah tha, fel muqassimati amra, u betun me lake që shpërndajnë, jo njerë që ndajnë, njerë nuk e ndajnë riskun.
Me lajket e dojnë rizka. Me amen të Allahut të vartë dhe urën e tjellë. Ajo fisën e rizkukum. Në qjellë e keni, ato që ka Allahu Gjellori ju ka caktua, wa ma tu'adun. Edhe e që ja u ka përëntua Allahu Gjellori është ku? Në qjellë. E kjo wa ma tu'adun e tjera që vinë, inshallah, vazhdojmë dhe jesë nashë. Allahu na i këndit mendjet, ne i pastroft në menu mirë, e që shduhet, e pastër, që ta njëm të vërtet, e ta ndjekim me kalkulimet e duhura, jo me kalkulimet e gabuara, materiale, që janë të kufizuar të përkashme edhe kushtojnë shumë edhe dunjë në ahiret. Allah e shpej për meldjen, Allah në adhar gjenetin së bashku, edhe në dunjë me njekët e shpallës, edhe në ahiret në bukurit e asaj që Allah ka përgatitur për robët e ditë mirë. Me kaq për këtë pjesë, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.